Miq, përshëndetje, mirë se ritakojmë sërish në emisionin dhe takimin e përjashëm gratë në kohën e profetit Muhammed a.s. Kemi folur për shumë javë për personazhe dhe profile shumë të larta islame, të cilat kanë bërë histori në fusha të ndryshme. I kemi parë gratë në kohën e profetit Muhammed a.s. si besimtare shumë të mira, si dietare, si diplomate, si tregtare, si dëshmore. Pra në çdo fushë të jetës kemi parë heroizma dhe profile shumë të larta njerëzore që vinë pikërisht nga gratë, nga kjo kategori e cila shpesh është paragjykuar dhe është kategoria më po themi e abuzuar dhe më e deformuar sa nga ata që janë dashakeqës në paraqitjen e Islamit, po sa nga ata të cilët e kanë keq kuptuar dhe brenda muslimanëve. Dhe gjithë ky emision, kjo seri ka qenë një kontribut modest për të qartësuar këtë profil. Dhe ne do të jemi në këto minuta në vijim për të bërë një përmbledhje dhe rikujtim të atyre pikave të rëndësishme të këtij rrugtimi në këtë javë, ku dhe sot do të jemi me hoxhën nderuar profesor Ferit Piku. Profesor, mirë se vini. Mirë se gjetëm, faleminderit. Profesor, sot me këtë takim po mbyllim të rrugtim të këtyre disa javëve dhe do doja që të bënim një përmbledhje të sahabeve që ne kemi përmendur, që normalisht janë shumë emrat e tyre, pra i kemi parë ato si thash në fusha të ndryshme me histori të jashtëzakonshme. Përse është sulmuar, po themi, femra në Islam, ndërkohë që kontributi i saj është shumë i madh, është shumë i gjallë, është shumë i rëndësishëm. Përse janë munduar vazhdimisht dhe a duhet të kuptohet kjo si diçka normale, pra duhet të parapërimi vazhdimisht që sulmet do fillojnë nga kjo kategori? Atëherë, me emrin e Zotit mëshirues, mëshirbërës, mëshirplot, ka qenë kënaqësi i lirë që kemi bashkë udhëtuar në këto mësime dhe ligjërata, në këto histori, që realisht edhe për ne vetë që mundohemi të shpjegojmë janë shumë frymëzuese, nxjerrin pa shumë dimensione që ndoshta nuk i kemi ditur në lidhje me brezin e parë të atyre që e edukoi profeti Muhammed a.s. I cili, nëse mund ta shpreh, është prodhimi më origjinal i modelit të muslimanit, është pikërisht brezi të cilin e edukoi vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me dorën e tij, me fjalët e tij, me shikimet e tij, me motivimet e tij. Pra është taloni matës ku ne me atë masin pastaj çdo ngjarje dhe çdo histori son. Pra nëse do duhet që të rikthehemi diku, ta masim nëse është mirë apo është keq, do të kthehemi te këto shembuj pasi këto ishin ato që edukoi profeti Muhammed. Patjetër, madje profeti ai sa e ka bërë deklarative diçka të tillë, ku ka thënë që brezi më i mirë i njerëzve është brezi i shokëve të mi, pastaj ata që i pasojnë shokët e mi, pastaj ata që pasojnë pasuesit e shokëve të mi, pastaj ka të mirë dhe të këqij në çdo shoqëri. Për të na treguar që etaloni matës në vlera, në botë kuptim, është etaloni i atyre njerëzve që i edukoi dhe i rriti vetë profeti Muhammed a.s. Por duke marrë gjithmonë parasysh kontekstin në cilin jetuam. Nuk është të thënë që domosdoshmërisht ne do të imitojmë, ne do të bëjmë të njëjtat veprime apo të jetojmë në të njëjtën formë siç jetuan ata në aspektin e shtëpive, ushqimit, veshjes, por ne duhet të kuptojmë pikërisht vlerat dhe parimet, konceptet e këtij brezi. Ky është etaloni që duhet të jetë etaloni i përhershëm në çdo kohë, kudo që jetojmë, në çdo vend që jetojmë, në çdo kohë që jetojmë. Modeli më i mirë mbetet modeli i shokëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, qofshin burra apo qofshin gra. Atëherë kthehemi tek pyetja jote. Pse pikërisht janë akuzuar, janë goditur dhe janë sulmuar gjithmonë, sidomos kategoria e grave? A është ajo një kategori e brisht që muslimanët po them mundohen ta ruajnë ato si mos thyhet si puna e saj vazo, si mos thyhet edhe apo ka një qëllim tjetër pas kësaj? Unë kam përshtypjen që këtu janë disa qëllime, disa arsye që goditet pikërisht modeli i gruas apo profili i gruas. Ndoshta për rëndësinë që ka, sepse ato që bën një grua nuk mund ta bëjë kurrë një burr.
Edukimin parsisht është amaneti grave, sepse është e vërtetuar që ajo që t'jep nëna, ajo që t'jep me botën e saj, me dashurinë e saj, me qumshtin e gjirit, është shumë vështirë të ta jap madje edhe babai me këshillat e tij. Dhe goditja e profilit të gruas, e imazhit të gruas tek një mashkull apo tek një shoqëri është një goditje jashtëzakonshme. Është të rrezon një shtyllë tek e cila ti duhet mbështetesh gjithmonë. Edhe për fat keq kjo ka ndodhur dhe vazhdon të ndodh edhe sot e kësaj dite. Gjithmonë sulmi dhe goditja është pikërisht ndaj imazhit të grave me arsyetime nga më të ndryshmet. Unë them që goditet sepse ka vlera. Dhe ne mbrojtjen e këtij profili, e këtij imazhi duhet ta shikojmë si luftë të shenjtë, si përpjekje shumë të madhe, sepse nëse prishet imazhi rreth femrës dhe rreth gruas besimtare muslimane, do thotë që është prishur imazhi për nënat tona, për bashortet tona, për vajzat tona, për motrat tona, të cilat nuk janë thjesht gjysma e shoqërisë, por janë gjysma që ndikon tek gjysma tjetër e shoqërisë. Prandaj dhe shembull që kemi sjell nga jeta e grave si në Kur'anin famlar, apo nga jeta e grave në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka qenë pikërisht për këtë, por parsisht për të motivuar gratë për misionin e tyre dhe për amanetin dhe për ndikimin e madh që ato mund të kenë në shoqëri, por dhe për të orientuar dhe burrat, të cilët nganjëherë në emër të paditurisë, të keq kuptimeve, mundet ta shikojnë si, po themi, dytësor ose të parëndësishëm rolin e grave, por për të treguar edhe kategorisë e cila i sulmon gratë, sidomos gratë besimtare, për të treguar që nuk është ashtu siç ju mendoni, asnjëherë nuk ka qenë ashtu, dhe asnjëherë nuk ka për të qenë ashtu. Kjo shikoj që kjo është një nga arsyet kryesore pse goditet dhe sulmohet kategoria e nënave, motrave apo vajzave besimtare. Unë mendoj se kushdo që e ka parë këtë seri ose ndoshta kushdo që ka lexuar mbi këtë aspekt për e grave, besoj që ka ndikuar shumë dhe te vetperceptimi i duhur i rolit dhe i rëndësisë që ka çdo femër pra në shoqëri. Pasi ne kemi parë këto kohë që gratë vetëm që nuk kanë qenë shpesh në mëshirën e burrave, duke kërkuar strehë dhe mbrojtje për tyre, po ato kanë ditur të mbrojnë vetët e tyre, madje shpesh kanë qenë edhe luftëtare në betejë vendimtare. Sa e rëndësishme është që vetë gratë të lexojnë këto histori, të dëgjojnë këto histori dhe të krijojnë perceptimin e duhur për rolin që kanë, për peshën që kanë dhe për potencialin që kanë. Po, ky është një shqetësim shumë i drejtë, njeriu nuk mundet të krijojë bindje vetëm me ide teorike. Njeriu ka nevojë të marrë modele. Modelet janë të gjalla nëse janë brenda asaj shoqërie dhe në atë kohë kur jeton njeriu, dhe ka modele të gjalla të mira, do të ketë gjithmonë, edhe pse ndoshta më pak në numër, por modelet shpeshherë janë të gjalla nëpër libra, nëpër histori. Jo më kot e përmenda atë që ky është brezi më i mirë dhe ky është etaloni matës por çdo musliman, kudo që të jetojë dhe kurdo që të jetojë. Prandaj jeta e këtyre sahabijeve, e këtyre grave, të cilat janë bashkëkohëse të profetit Muhammed alayhis salam, kanë jetuar me të, e kanë dëgjuar atë, kanë vuajtur me të, janë gëzuar bashkë me të, ai ka qëndruar në shtëpitë e tyre, kanë folur, kanë qarë hallet e tyre me profetin alayhis salam, është modeli më i mirë i grave. Gjithmonë thash, duke marrë parasysh edhe dimensionin e kontekstit gjeografik që është një gjë tjetër. Por për vlerat, për shqetësimet, për botkuptimet janë modeli më i mirë. Është shumë e rëndësishme që motrat tona, gratë, vajzat tona her pas here të kthehen e të lexojnë historitë e këtyre heroinave, e këtyre grave që janë dëshmitaret e para të Islamit, dëshmitare këmba këmbës me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse ka ndoshta më shumë libra rreth burrave, se vetë ata kanë transmetuar për njëri tjetrin dhe por ka pak libra, jemi sinqert, rreth grave, rreth sahabijeve në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj më ka pëlqyer një prej autorëve thotë zakonisht janë shkruar libra burra rreth profetit. Edhe jam sjell profile nga më të ndryshme, por pak kanë shkruar libra gra rreth profetit. Edhe nëse përqendrohemi në këtë pikë do të shikojmë që siç burrat e rrethuan profetin Muhammed alayhis salam dhe ishin bashkë me të në çdo hap, do gjejmë që edhe gratë kanë qenë bashkë me profetin alayhis salam dhe e kanë shoqëruar atë. Madje unë shkoj edhe më larg
e them që njeriu që është mbështetja dhe është suporti i parë në goditjen më të madhe apo në sprovën më të madhe për profetin alayhis salam është një grua, është Hatixha. Kur kthye nga shpella, ai pati nevojë për mbështetje. Ishte ajo që e qëndroi, që e mbështeti dhe që e orientoi. Pra ne pam që e para që pranoi Islamin dhe mbështeti profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte një femër, po dhe shahidja ose gjaku i parë që u derdh përmendëm ishte një grua. Javën e fundit Sumeja, ishte po ashtu një grua. Pra shpesh i gjejmë të parat në kontribut dhe po themi në gjurmë. Në stacionet më delikate të jetës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam do gjen që janë gratë të cilat janë me të, e orientojnë, e mbështesin, e qetësojnë, ndërhyjnë, ndërmjetësojnë situata të tilla. Prandaj e nisëm me Hatixhen dhe ne kemi folur gjatë për Hatixhen, për nënën e besimtarëve, modelin që është model i parritshëm, është zonjë grave të dynjas, është zonjë grave të xhennetit, është ajo të cilës i dërgon personalisht selam vetë Allahu xhalla shanuhu dhe vetë Xhibrili alayhis salam. Jo më kot jemi ndalur sepse kjo është personi më i afërt. Personi më i afërt me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam është pikërisht Hatixha. Dhe kjo është treguesi më i qartë se çfarë roli ka gruaja në Islam. Do gjejmë që ata që e ushqyen, ata që e mbështeten përsëri janë gra. Do gjejmë që siç e përmendë, ajo që jep shpirtin e para si dëshmor në Islam përsëri është një grua. Gjatë gjithë jetës së tij, edhe në momente kur ati kërcënohet dhe rrezikohet jeta, do gjejmë gratë të cilat e mbrojnë fizikisht trupin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por mbi gjitha do gjejmë që përfundimi i jetës profetit alayhis salam përsëri është afër dhe në prezencën e një gruaje në prerjen e Aishës, për të treguar që ti nëse tenton të shkëputësh ndikimin e grave edhe marrëdhëniet e tyre me jetën e profetit alayhis salam, i bie që të heqish ato që është një e vërtet shumë e madhe. Gratë kanë qenë shumë prezente, me shumë ndikim dhe shumë mbështetëse të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj është e nevojshme parsisht për gratë që t'i kthehen këtyre historive, t'i kuptojnë drejt edhe të motivojnë veten e tyre për të parë që gratë mund të bëjnë shumë. Pra nëse heqim, po themi, nëse heqim atë gjurmë dhe atë kontribut që kanë dhënë gratë në kohën e profetit alayhis salam, nëse heqim nga historia pastaj nuk ka më kuptim. Nuk ka kuptim, realisht nuk ka as fillim, nuk ka as zhvillim, nuk ka as mbarim, pasi kontributi i tyre është i dukshëm në të gjitha stadet e kësaj historie. Ndërkohë, çfarë kanë patur të përbashkëta këto gra që kanë bërë histori? Pra çka kanë synuar, çka ka qenë e veçanta e tyre, ajo që ndoshta i bënte bashkë në madhështinë e tyre. Ashtu siç edhe shokët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që nëse ndalemi në specifikat e tyre, çfarë i bëri ata të veçantë dhe ndryshe nga gjithë brezat që do vinë më mbrapa, edhe burrat, edhe gratë, ndoshta ajo ka qenë më specifike tek ta ka qenë që feja ka qenë shumë e pastër, e sinqertë dhe e jetuar. E kanë jetuar fen, edhe kanë patur shansin më të madh që ta kenë fizikisht modelin e jetuar të fesë, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nuk mund të krahasohet dikush me brezin e sahabeve, sepse mbi gjitha këta njerëz i ka zgjedhur Zoti që me sytë e tyre të shikojnë profetin alayhis salam, që me veshjet e tyre të dëgjojnë profetin alayhis salam, që të përshëndesin profetin alayhis salam, që të ndjejnë erën parfumit të tij, që ta shohin fytyrën e tij. Edhe ky është një privilegj që Allahu xhallahu shanu patjetër ja jep një brezi dhe nuk ja jep brezave të tjerë. Nëse ndalemi në historitë dhe në specifikat e këtyre historive të grave të sahabiatëve, do gjejmë të njëjtën gjë. Feja ka qenë shumë e natyrshme, e prekshme dhe shumë konkrete. Nuk ka patur teori, nuk ka patur imagjinat. Prandaj gjithmonë e gjejmë që ata janë angazhuar në të gjitha fushat e jetës. Janë angazhuar, domethënë, aty ku kanë qenë më të afta për t'u angazhuar, në shtëpitë e tyre, në xhami, në betejë, janë angazhuar me edukimin e fëmijëve të tyre, në mbështetjen e burrave të tyre, kanë punuar punë fshati, po themi punë fizike, aty ku ka qenë e nevojshme, kanë ndërmjetësuar kur e kanë parë që duhet të ndërmjetësojnë. Kemi rastin e Umm Selemes, ajo ka konsiderohet njeriu më diplomat në Islam, njeriu që ndërmjetëson në momente mjaft kritike, në momente krizash. Kjo ka qenë ajo që i ka dalluar, ashtu siç feja futet në të gjitha damaret e jetës, edhe angazhimi i këtyre grave ka qenë angazhim në të gjitha fushat e jetës. Pra nuk kemi të bëjmë një profil
i cili është i aftë dhe i suksesshëm brenda vetëm mureve të shtëpisë apo thjesht brenda xhamive, por është një profil i prekshëm, shumë i suksesshëm në të gjitha damaret dhe fushat e jetës. Ky është, mendoj që është e para, dhe e dyta që i ka dalluar të gjithë pa përjashtim shokët e profetit alayhis salam, dhe gratë këtu nuk bëjnë përjashtim, është dashuria e madhe për botën tjetër, dashuria e madhe për xhenetin. Dhe ata dhuratën më të madhe që mund t'u jepte profeti atyre ishte që t'i luteshin Zotit që t'ishin bashkë me to në xhenet. Kjo është tregues që e kanë patur besimin në botën tjetër, e kanë patur shumë të prekshëm, se kanë patur larg, se kanë para të botë thjesht bota që vjen pas vdekjes, por bota që kanë ndikuar në çdo veprim të tyre. Pra çdo gjë që kanë bërë, adhurimin e tyre, punën e tyre, edukimin, luftën, gëzimin, hidhërimin, çdo gjë e kanë lidhur me botën tjetër. Pra ambicia ka qenë xheneti, ambicia ka qenë, po themi, kënaqësia e Zotit, pra ka qenë një ambicie shumë e lartë, shumë e madhe, dhe jo thjesht për të lënë gjurmë ose për të përfituar, po themi, nga momenti. Prandaj duke patur shumë të prekshëm dhe shumë afër këtë besim në botën tjetër, atyre subhanallahu ju ndryshoi bota në të cilën jetonin. Pa planifikim, pa parashikim që do ta bëjmë to, do të na ndryshojë kjo. Po nga që jeta reale për ta ishte jeta pikërisht që e ka emrin jeta e pavdekshme, edhe zbritën besimin e botës tjetër, e zbritën në tokë. E morën nga pas vdekja, e sollën në jetë, atëherë do të gjejmë që jeta e tyre është shumë normale, është shumë e thjeshtë, por me shumë ndikim. To kanë qenë ndoshta specifikat kryesore që i kanë bashkuar dhe sahabijët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kemi secila prej tyre dallon. Dikush është më e aftë në fushën e diturisë dhe ka dietare të sahabijatëve që nuk kanë mësuar vetëm gratë, por kanë mësuar edhe burrat, dhe Aisha, Zoti i qoftë i kënaqur me të, është një prej këtyre modeleve. Ai ka patur shumë nxënës, shumë nga talebet nxënësit e Aishës janë sahabët e mëdhej, që ne i kemi sot referencat e diturisë edhe dietarëve të sahabëve. Kanë qenë nxënësit e Ummul Mu'minin të Aishës. Kemi pastaj tjera që kanë qenë të aftë, ndoshta në fushën e betejës më shumë, të tjera që kanë qenë të afta në komunikim, në marrëdhëniet, po them me publikun, komunikimin publik, siç është rasti i Selemes, që ndërhyn. Kemi të tjera që marrin pjesë në si mjeke, si kuruese, si infermiere, në të gjitha fushat e jetës, dhe i ka bashkuar ndoshta edhe një diçka që edukimi që i kanë bërë fëmijëve, për të na treguar që nëse nënat heq dorë nga edukimi i brezave dhe i fëmijëve, aty krijohet një hendek, një boshllëk që nuk ka njeri që mund ta mbush. Sikur të kemi shkollat më të mira, universitetet më të mira, mësuesit më të mirë, kur fëmia nuk ndikohet nga edukimi i nënës, mendoj që nuk ka gjë që e mbush. Edhe do të gjejmë që të gjitha këto pa përjashtim janë nëna që kanë edukuar breza, kanë nxjerr dietar, kanë nxjerr luftëtar, kanë nxjerr diplomat, kanë nxjerr politikan, kanë nxjerr. Këto shkolla e parë është shkolla e nënës. Pra ato djemë, ato vajza kanë parë profilin e nënës, po themi konkret, sepse ndoshta sot askush nuk e pranon që ka braktisur rolin e edukimit tek nënat apo tek gratë. Sot po thotë po bëj shumë, pra e kam çuar në shkollë më të shtrenjtë. Çfarë mund bëjmë shumë se kaq? Pra po punoj sepse po paguaj kopshtin më të shtrenjtë apo shkollën më të shtrenjtë apo trajnim më të shtrenjtë. Ju po thoni që nuk është kjo rruga e duhur. Rruga e duhur është që ai ta shohë nënën e vet në vlerat, virtytet dhe të jetë kjo dinamik, po themi, e prekshme. E drejtë. Kjo është një diskutim aktual, është në të gjithë botën. Pse nuk po ka ndikim sot edukimi, pse nuk po ka ndikim sot shkollat, universitetet, librat, gradët shkencore, dhe kam përshtypjen ka shumë njerëz që e ngrenë zorin, thonë që ndoshta nga që ne e kemi humbur meselen në fillin e saj, në fillin e zinxhirit, sepse nëna që është edukatorja e parë nuk po mundet ajo të japë ndikimin. Unë them që ka shumë prindër që sakrifikojnë në botë për fëmijët e tyre. Ata shesin shtëpitë e tyre, japin jetën e tyre, jetojnë vetë në skëter vetëm që fëmia të shkojnë në shkollën më të mirë. Edhe kjo është merit për prindërit, por ka pak prindër të mençur, të cilët dinë se ku e bëjnë investimin e tyre. Edhe unë mendoj që mençuria e prindit dhe nënave është parsisht që të mos i privojnë fëmijët e tyre nga edukimi. Siç nuk duhet t'i provojnë nga ushqimi, nga qumshti i gjirit, nga dashuria që vetëm nënat dinë ta dhurojnë,
Po ashtu dhe nga edukimi, mirë po që një nën që të edukoj, duhet të edukohet vetë. Pse njeriu nuk mund të shes ato që se ka për vetë, nuk mund të jap ato që se ka fituar akoma ai. Prandaj del si detyrë që nënat duhet të edukojnë veten e tyre. Dhe këto modele që ne kemi përmendur janë pikërisht për këto që të na shërbejnë neve që të masim vetët tona, ku jemi në lidhje me këtë etalon, këto modele, që ne të rregullohemi, të përmirësohemi në mënyrë që edhe fëmijët marrin prej nesh ato që është më e mira. Të gjithë prindërit, po të shikosh, flasin për sakrificat e tyre, po unë e kam shkrirë gjithë jetën për ty, e kritikojnë, qortojnë fëmijët e tyre. Mirë po, ne dështojmë ndoshta në edukimin me model të fëmijëve tanë. Mund të jemi shumë suksesshëm me fjalë, mund të kemi shumë të drejtë në ato që kritikojmë dhe qortojmë fëmijët tanë, mirë po, kam përshtypjen në përgjithësi ne dështojmë tek edukimi me model. Edukimi me model është ajo që unë mendoj që sot është humbur në masë të madhe. Pra duhet të jemi modele të gjalla, konkrete, që fëmia të marrë shembullin dhe jo thjesht porosin. Profesor, një shkputje shumë e shkurtër, rikthehemi sërish te kjo pikë ku e lam, pasi është pikërisht ndoshta edhe ajo që është më delikate, ndërmjet shihemi pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi në studio, po flasim për problematikat e edukimit dhe se si na shërbejnë, po themi, gratë e sahabeve si modele orientimi për gratë e sotme, për burrat e sotëm, po mbi të gjitha mbi fëmijët dhe të ardhmen, pasi shpesh ata kanë një nevojë të madhe për të orientuar me modele konkrete dhe modele të gjalla. Profesor, nëse flasim për historitë islame, duke fokusuar tek historitë e grave në kohën e Profetit alayhis salam, dikush ndoshta nuk e mohon rëndësinë dhe rolin e saj, po mendon se të kaloj kohë duke treguar histori të mira viteve para, ndoshta nuk I shërben diçka e konkrete dhe imediate këtu. A qëndron apo është e gabuar ky koncept? Unë kam përshtypjen që kjo është një debat I madh, duke jetuar sfidat e aktualitetit sotëm, që janë të shumta, të jemi sinqert, shpeshherë gjem thirrje të tilla që rëndësi jo përpara 1000 vitesh, po thotë çrëndësi ka me tregu historitë dhe vuajtjet e brezave që kanë jetuar përpara 50 vitesh apo 100 vitesh. Edhe ky ky hendek komunikimi zakonisht është mes prindërve dhe fëmijëve, që duket sikur janë dy botë komplet ndryshme. Prindërit gjithmonë tregojnë histori vuajtjesh, sakrificash, çfarë kanë bërë ata me prindërit e tyre, ndërsa këtu kemi të bëjmë me një botë tjetër që jeton me një planet tjetër. Kam përshtypjen se ky debat do të vazhdojë gjithmonë, por unë them që historitë janë të rëndësishme, por duke I vendosur në kontekstin aktual. Nuk mundet t'i kërkojmë fëmijëve tanë që të jetojnë patjetër të njëjtat sfida dhe vështirësi që kemi jetuar ne përpara 50 viteve. Apo aq më tepër ata që kanë jetuar përpara 1000 viteve. Por njeriu ka nevojë për pasqyrë. Dhe historitë e vjetra janë pasqyrë. Momentet saktuara, sidomos në moshën e rinisë, I riu nuk e shikon si pasqyrë të, nuk e ndjet nevojshme këtë pasqyrë, nuk kam nevojë të shifen, thot aty. Mirë po me kalimin e kohës atij rritet nevoja për të patur modele. Edhe kjo është betejë e jetës. Gjithmonë ne kemi për detyrë që siç mundohemi të orientojmë teorikisht fëmijët dhe brezat tonë, tu tregojmë atyre dhe me modelin ton apo me modelet vjetra se si është jetuar jeta, se si janë jetuar vlerat, se si është jetuar feja. Edhe kemi raste mjaft konkrete që nëna që nuk kanë patur mundësi të shkojnë në shkollë, s'kan ditur shkrim dhe lexim. Po si ka mundësi që kanë edukuar njerëz kaq me vlera, njerëz që e kanë dashur dhe arsimin, kanë sakrifikuar, njerëz të mirë që kanë jetuar dhe kanë vdekur si njerëz. Njëkohë që nënat e tyre nuk kanë patur mundësi ta bëjnë diçka të tillë. Siç kemi sfidën tjetër që nëna shumë të arsimuara nuk kanë sukses dhe nuk kanë ndikim tek fëmijët e tyre. Kam përshtypjen se kjo është një betejë e cila do të vazhdojë. Kur ne flasim për historinë, për historitë e shokëve të Profetit alayhis salam apo të grave të asaj kohe, nuk është se ne I kërkojmë vetes tonë dhe fëmijëve tanë të shkputen 1500 vite e të shkojnë atje në histori apo të jetojnë atë kontekst. Por ne thjesht duam të nxjerrim në pa ato që është e bukura e kësaj jete. E bukura e jetës është vlera, është esenca dhe ajo mbetet është si shija e frutit.
fruti ka shijen e tij. Ai që e provon shijen, ja njeh shijen. Mund të kenë forma të ndryshme, por shija është shumë e rëndësishme. Sot jeta mund të ketë forma nga më të ndryshmet, por ajo që ka shije në këtë jetë janë vlerat, janë parimet, është besimi. Prandaj unë mendoj që është sfidë. Është sfidë edhe për mësuesit, për prindërit, për njerëzit e fesë, si mundet t'i zbresin vlerat, t'i bëjnë të prekshme, sidomos tek brezi i ri. Ne kemi sot, po themi, jo pak raste të shembullit suksesi, edhe nga gratë, edhe nga vajzat në fushat ndryshme, të cilat shërbejnë edhe si frymëzim edhe si orientim. Po ne shpesh suksesin e masim, po themi, me diplomat, ose me vendin e punës, ose me, po themi, popularitetin që gëzojmë në sferat publike. Po ndërkohë, nëse sot një vajzë, një nën, nuk e njeh historinë e Hatixhes, historinë e Fatimes, e Aishës, e Sumejës, e atyre, po themi, emrave që ne i kemi prekur, po kemi lënë shumë të tjera. A mund themi se dyshimi, ose më saktë, suksesi ka një pyetje të madhe. Pra, a është i kushtëzuar një sukses i shëndetshëm nga kalimi ose përmes njohjes së këtyre figurave? Ilir, ajo që dallon besimtarin nga jo besimtar nuk është forma e tij, domosdoshmërisht forma e tij e jashtme apo mënyra se si flet, po janë vlerat dhe janë modelin që merr secili. Kur themi që modeli i besimtarit është fjala e Zotit dhe është thënjet, hadithet dhe jeta e profetit alayhis salam dhe jeta e të parëve, pikërisht ne këtë duam të tregojmë, që pasqyra që ai her pas here del dhe shikon veten e tij janë pikërisht këto. Pasqyra e Kuranit famlar, pasqyra e jetës së profetit alayhis salam, pasqyra e atij brezi që e rriti dhe edukoi vet profeti alayhis salam. Jetoi jetën sikur të vi, me kushtet ku je në Evropë, në Afrikë, në Amerikë, kudo që ti jesh, me sfidat e asaj kohe, me teknologjinë e asaj kohe, nuk ka asnjë problem. Por kjo pasqyrë ngelet e pazëvendësueshme. Prandaj sot në emër të asaj që ti e përmende, në emër të suksesit, dhe suksesi shpeshherë mund të jetë rrugë e shtruar jo me ndershmëri, mund të jetë rrugë e shtruar me mashtrim, rrugë e shtruar me korrupsion, në emër të suksesit. Derisa arriti suksesit bëhet Zot që adhurohet. Kush është i suksesshëm është njeriu i mirë. Kush nuk është i suksesshëm nuk është i mirë. Kur është njeriu për shembull i njohur, ai domethënë ja ka vlet të jetojë në këtë botë. Ndërsa ky tjetri ky është njeriu i panjohur. Këto kthehen nga mekanizëm, po kthehen në objektiv, edhe po e shkatrojnë njeriu. Suksesi po matet me numrin e pëlqimeve, me numrin e shikimeve, me atë opinionin e njerëzve. Unë kam përshtypjen që njeriu po boshatiset brendësia e tij, dhe sa më shumë boshatiset brendësia njerëzore, të parë që vuajnë këto janë vetë ata njerëz, të cilët ndihen teorikisht të përmbushur nga jashtë, por janë bosh nga brenda. Nuk është çudi njerëz që ti i ke menduar që janë shumë të famshëm, shumë suksesshëm, persona VIP që gjithë bota duket sikur rrotullohet rreth tyre, fundi i tyre është tragjik. Pse është tragjik? Sepse vjen një moment që ata nuk e përballojnë kur e zbulojnë se çfarë boshllëku të madh kanë brenda, që s'kan realizuar kur gjë në jetën e tyre, janë të parët që dënojnë dhe dëmtojnë veten e tyre. Atëherë, modelet që po flasim ne nuk është që njeriu të heqë dorë nga aktualiteti, nga sfidat, nga të mirat që është. Jo, është që ne të mbushim të brendshmën tonë. Kemi shumë nevojë ta mbushim të brendshmën tonë, siç tentojmë të mbushim të jashtmen tonë. Unë mendoj që një nga duat më të bukura që na mëson praktikisht profeti Muhammed alayhis salam është duaja që ai e bënte teksa shihte veten e tij në pasqyrë, edhe pasqyra e tij siç dihet ka qenë një enë me ujë, nuk kishte pasqyrë. E shihte veten e tij para se të dalë në publik dhe thoshte: "O Zot, siç ma ke rregulluar të jashtmen time, ma rregullo dhe të brendshmen time." Ai faktikisht e rregullonte të jashtmen e tij, siç është transmetuar që rrobën e kishte të pastër, flokët e kishte të rregulluar, e rregullonte mjekrën e tij. Këtë e rregullonte edhe falënderonte Zotin për atë që i ka dhënë, por thoshte nga unë tjetër më ndihmo o Zot që të mbushet ta zbugroj atë që është e brendshmja ime. Kjo është jeta njerëzore. Ne kemi nevojë nëpërmjet modeleve, historive, nëpërmjet shembujve, historive të gjysheve, të nënave tona, pse neve sot
ne kemi shumë nostalgji për brezin e vjetër. Sa më shumë kalon mosha dhe jeta, aq më shumë e ndjem nevojën boshllokun, aq më shumë na mungojnë ata. Nuk kanë patur shumë shkollë, gjyqërit dhe gjyshet tona. Por vetëm pamja e tyre, vetëm ajo mbulesa e tyre, vetëm ajo bujaria, qiltërsia, e fytyra e qeshur e tyre sot na shoqëron. Dhe ne ndjem mungesën e këtyre njerëzve. Kjo është e brendshmja, e cila sa më shumë kalon koha, aq më shumë do ta ndjem nevojën e saj. Prandaj për mua gjitha betejë e edukimit, betejë e fesë, e vlerave fetare është pikërisht që të mos vdesin shembujt e mirë, të mos vdesin modelet e mira. Ndoshta në një kohë caktuar njeriu thotë nuk kam nevojë për ta. Po është njëti njeri që mbas infarkohe qanë për këto shembuj, i kërkon këto shembuj. Prandaj unë lutem Zotin në fund që Zoti mos na bëj që ti harrojmë modelet e vjetra. Të gjyqërve ta nuk shkoj shumë larg në histori. Kemi sa duhesh modele edhe në këto vend, në këto troje. Dhe jo larg, para 50 vitesh kanë jetuar, nuk janë njerëz që kanë jetuar me shekuj më përpara. Gjithmonë na shoqëroi modeli i tyre, siç na shoqëron pamja e tyre. Edhe do ishte mirë që edhe t'ia tregojmë njerëzve, të dërgojmë fëmijëve tanë se kush ka qenë gjyshi i tyre, kush ka qenë stërgjyshi i tyre. Kjo ka qenë një traditë e trashëguar tek ne, edhe njerëzit kanë dëgjuar që të vegjël për të parë të tyre, por që për fat keq sot nuk është. Maksimumi që njeh një fëmijë sot është prindi i tij, dhe shpesh me prindin ai më shumë ka bërë debat se sa ka një model të mirë. Nuk njeh gjë për gjyshin, nuk njeh gjë për stërgjyshin e kështu me radhë. Kjo është sfida e parë dhe lut Zotin që të na ndihmojë, që të mos i harrojmë modelet e mira, dhe e dyta lut Zotin që të na bëjë neve modele të mira. Që edhe fëmijët tanë apo niprit dhe mesat tona të kenë çfarë të flasin për ne. Prandaj e gjitha këto histori që kemi folur nuk është thjesht për të shtuar informacion, por është që ta sjellim vlerën, moralin, modelin ta sjellim në jetën tonë reale, se kemi shumë nevojë për vlera të tilla dhe për modele të tilla. Në përfundim, profesor, nëse do të vlerësonim po them sfidat dhe mangësitë dhe problemet e kohës tonë, cili është ai profil i sahabeve që i mungon kohës sotme? Pra, i mungon roli i Hatixhes me besnikërinë dhe tregtinë e saj, i Aishës me dijen e saj, i Zejnebit me diplomacinë e saj. Pra, cilin profil do duhet që të rikthenim në shoqërinë tonë? Apo të gjitha janë të nevojshme për të rikthyer? Unë kam përshtypjen se të gjitha janë të nevojshme për të rikthyer, parsisht në jetën e vetë besimtarëve dhe muslimanëve, siç e përmende shpeshherë, keq kuptimet, keq trajtimet tona bëhen shkak që të krijojmë ne një përshtypje të tillë apo të tjerët na mvesh një përshtypje të tillë. Ne kemi nevojë të sjellim gjitha këto modele në jetën tonë përditshme. Ne kemi nevojë për shembullin e tregtarës, të dietarës, të luftëtarës, të negociatorës, të diplomatës, të edukatorës, për gjitha këto shembuj, por si besimtare. Të gjitha këto si besimtare, si njerëz që besojnë se Zoti ju ka dhënë një mision shumë të madh, i ka bërë nëna, i ka bërë bashorte, i ka bërë motra, ju ka dhënë atë që s'ia ka dhënë dhe burrave, dhe dështimi i grave në edukim është dështim për gjithë shoqërinë. Unë ftoj në angazhim në të gjitha fushat, brenda atyre kufive që i ka përcaktuar vetë Zoti i gjithësisë. Sot shoqërzotit gratë kanë mundësi të marrin pjesë në çdo lloj fushe. Deri diku ndoshta në emër të traditave apo të një konteksti nuk kishin shumë mundësi, kishin dëshirë apo s'kishin mundësi, sot janë të lira, por angazhimin ta shikojnë me dritën e besimit. Dhe ta shikojnë me atë amanetin që ju ka ngarkuar Zoti atyre. Edhe unë them që ato që mund ta bëjnë nënat, motrat, gratë, bashortet, gruaja në përgjithësi, nuk mund ta bëjnë dhe burrat, edhe sikur të jenë shumë më tepër në numër. Allahu xhaleshanu i ka dhënë jetës kuptim me prezencën e gruas, madje e ka bërë gruan vazhdimsinë e jetës. Ajo është vazhdimësia e jetës. Ajo është, po themi, shkaku kryesor që bën të. Po jeta nuk është vetëm jetë biologjike, është jeta e vlerave, është jeta e edukimit, është jeta e modelit mirë. Prandaj parsisht lutem për gratë, për nënat, për motrat, për bashortet tona që t'i bëj Zoti modelin më të mirë, t'i bëj gjysmën më të mirë të shoqërisë, e cila nëse rregullohet, e rregullon dhe gjysmën tjetër të shoqërisë. Profesor, Zoti shpërblet për këto shpjegime, për këto këshilla, për këto orientime.
edhe shpresojmë që të kemi sërish në tjera rrugtime duke dhënë kontributin ton në historinë islame dhe në kuptimin e drejtë të vlerave. Zotin nderoft. Miq, ju falenderoj dhe ju për këtë vëmendje në këtë rrugtim disa javorësh. E lut Zotin që gjithë ky kontribut modest të ketë dobi, të jetë i pranuar tek Zoti para së gjithësh dhe të jetë një ndriçim i atij rrugtimi i cili na çon tek e vërteta dhe na bën të dobishëm në çdo aspekt të jetës tonë. Unë shpresoj që do të jemi sërish me tjera takime, me tjera koncepte të duhura dhe të vlefshme. E lut Zotin që të keni begati dhe mirësi në vetet tuaja dhe në familjet tuaja. Mirë takofshim.